Ditët me rreshje intensive të shiut, të cilat kanë përfshirë qytetin e Florës për 2 javë me radhë pa ndërprerje, kanë bërë që të rikthehet edhe një herë në duke problemi shqetësues i gjendjes së kanaleve kulluese në qytetin bregdetar. Një ndër kanalet kulluese kryesore është edhe ai i ujrave të bardha mbledhëse të shiut që fillon prej lagjes 15 tetori dhe më pas kalon në disa blloqe të tjera banimi. Por pavarësisht se u fol shumë pas përmbytjeve të 4 tetorit se ky kanal do të pastrojë dhe madje do të rihabilitohej, situata aty ka mbetur po njësoj. Një prej banorëve të zonës, të cilin e takojnë përgjatë kësaj të enjteje me shi, thosë se kanali ka në të tillë gjendje prej më tepër se 35 vitesh. Ai shprehet se projektet e premtuara për rihabilitimin e tij nuk janë realizuar ndër vite. Siç tregon, ky kanal kthehet në shqetësim për banorët e disa lagjeve, mes tyre 15 tetorit dhe Karabash, duke i përmbytur ato në total. Por gjithashtu, gjendja që sot i bllokuar, i ndotur nga mbeturinat, mbetet inerte, sipas banorëve të kësaj zone, kthehet në shqetësim më pas edhe për të gjithë qytetin. 30 vjet. 30 vjet e mban mend kështu, ë? 35, themi 35, kaq. Edhe një ndryshim. Asnjë gjë. Si ma përshkruan sot, si është gjendja? Ja, shiko e shkruaj. Si? Qatë themi ne, unë kam fol njerë këtu për këtë kanal. Po? Është koti të flas prapë. Është i bllokuar? Më mira ju nuk kam si ta shikoj. Mendon se kthehet në shqetësim për banorët, e shqetësim për Po banorët? patjetër o valla si këtu. Më do njëri fare. Përmbyteni? Po çaja nën vete po, se unë jam mitë. Rrim lart. Qytetin është problematik, përmbytet? Po të gjitha gjërat problematike janë këtu, s'ke qa bën, s'ke qa thua. Asnjëri s'do dorë. Duhet zgjidhur? Po patjetër, kush nuk e do zgjedhjen? Ke shpresë? Zero. Vlen të theksojë se kanali kullues i ujrave të bardha të shiut është një prej shkaktarëve kryesor të përmbytjeve në qytet. Bllokimi i tij me mbetje inerte, mbeturina të shumta, por edhe ndërtime, disa prej tyre pa leje, bëri që Vlora të përmbytej masivisht më 4 tetor, ku pasojat më të rënda krahas qytetit i kanë patur blloqet e banimit 15 tetori dhe Karabash. Pas përmbytjeve që prekën qytetin më 4 tetor, pushteti lokal dhe qendror u zotua se aty do të niste një projekt total për shembjen e ndërtimeve pa leje mbi kanal, pastrimin dhe rihabilitimin në të gjithë gjatësinë e këtij të fundit, por deri më tani ky projekt me sa duket është haruar, pasi në realitet asnjë punim nuk është bërë. Ky kanal sot gjendet ashtu si më 4 tetor në të njëjtën gjendje pa u vendosur dorë ndër vite.